Nobody told you this before, but you outshine the sun. The type that I've been looking for. I've seen you inside my dreams. So baby, come a little closer. Know that you are the only one. I wanna see your body move. Don't be afraid. And baby, keep the lights on. And baby, keep the lights on. So can't we keep the lights on? I wanna see you. This world can be an ugly place. Sometimes it brings out the worst in us. But when I see your pretty face, it all fades away. Hi, goca të mira dhe të bukura. Kam xhiruar gjithë ato gjëra sot, por nuk e kam folur fare. Dhe kemi ardhur, siç e shikoni pas meje, tek I njëjti vend ku kemi bërë fotot kur isha shtatzan me Loganin, tek këto lulet. Mami. Tutush, thoj haj çupa. Kemi ardhur po thoja përsëri tek këto lulet, që janë kaq të bukura, edhe po bëjmë disa foto të tjera. Shpresojmë që do dalim shumë bukur. Edhe dita sot fantastike, për këtë arsye erdhëm domethënë. Përse nëse më futën qimet të gojë. Hajde, bravo zemra ime. Më keni pyetur shumë edhe para sa vitesh kur bërëm fotot e gjatë shtatzanis, po këtu nuk ka një adres të saktë që unë t'ua jap ose ta lë të shënuar. Por për gocat, kujdes sëre, për gocat që jetojnë në Angli, anash autostradave ka shumë parqe të tillë plot me lule. Domethënë nëse jeni në një autostradë, në çfarëdo lloj autostrade që jeni, nëse shikoni anash tokë të verdhë, domethënë që është e mbushur plot me këto lulet, se ndryshe nuk di se si t'ua them saktësisht, më vjen shumë keq për këtë gjë. Makinën e kemi parkuar jashtë fare, edhe ishte e kyçur, por ne u futëm tek një gardh që ai gardhi ishte I thyer në gjysmë edhe të lejohesh të futesh, edhe atëherë kështu mbaj mend që jemi futur. Do bëjmë fotot e do ikim, nuk është se do prishim gjë domethënë. E kështu, po vendi është fantastik, shumë I bukur. Hello Logan. Po kënaqesh shumë ti? Flower. Flowers, yeah. And baby, keep the lights on. So can't we keep the lights on? I wanna see you. This world can be an ugly place. Sometimes it brings out the worst in us. But when I see your pretty face, it all fades away. Let me climb up your mountain. Let me search through your valleys. I got my eyes wide open. Baby, don't hide. Baby, keep the lights on. Baby, keep the lights on. Can we keep the lights on? I wanna see your body move. I wanna see your body move. Oh, I gotta see your body move. So can we keep... Dua t'ju tregoj ca super rroba që I kanë ardhur Loganit dhe janë te ky thesi këtu. Dhe I kemi sigurisht nga Shein Cozy Pixies, nga të gjitha dyqanet që kanë gjëra për fëmijë, Shein Cozy Pixies, që më përpara ishin Cozy Cup dhe tani e ndruan e bën Cozy Pixies, për mua ka rrobat më të mira. I ka fantastike. Mund të kenë ndodhur 2-3 gjëra që kur I kam larë unë mund t'i kem larë me një çik grad më shumë nga që thonin ato. Për shembull zakonisht rroba që thon 30 unë I fus me 40 edhe ato krijojnë kokriza.
Por, në qoftë se dini të kujdeseni dhe, siç thash, mund të kenë ndodhur vetëm me 2-3 gjëra. Në përgjithësi janë rroba shumë të mira. Dhe juve kur nisa bashkëpunimet me Cozy Pixin, unë dhe juve më thatë që ishit shumë të kënaqura me këtë faqe. Është kjo, që në qoftë se dëshironi të porosisni specifikisht e kjo, mjafton të futeni në Shein, të kërkoni Cozy Pixis, ju hape dyqani dhe nga dyqani mund t'i porosisni të gjitha atje. Në të kundërt pastaj në Shein mund porosisni nga dyqane të ndryshme ose dhe nga vetë Shein, sepse dhe vetë Shein shet rroba. Tani, do t'u tregoj shpejt e shpejt që të mos zgjatem shumë të gjitha këto gjërat që i kam marrë. Një palë pantallona të zeza, që janë tip cargosh me xhepat këtu në anësore dhe janë materiali kadif. Shikoni këtu, e shikoni? Besoj duket. Shumë të mira, shumë të ngrohta, shumë të lezeshme, më pëlqyer. Dhe në fakt vi kanë set 2 së bashku. Edhe kjo ngjyra që është ngjyra ime preferuar, e dini ju. Këtu mund ta shikoni modelin më mirë. Kanë këtë xhepin. Këto ja patëm vesh një herë Loganit, nuk e di se ku vajtëm, po e di sa shumë i shkonin. Këto si ka veshur asnjëherë akoma. Nuk i mbaj mend se çka kanë porositur, më thënë drejtën. Po, këtu kam një golf kështu me vija, që është bezh dhe me vija të zeza apo kafe të errët, të zeza më duket. Shumë i bukur dhe është materiali i gomuar që hapet dhe shumë i butë dhe jam e sigurt që ky modeli të mban shumë ngrohtë kjo copa. Dhe janë set 3 copë, ngjyra tjetër është kjo, si janë nga brenda. Nga brenda që nga të thjesht. Copa tjetër, kjo bezha. Edhe kjo tjetra, që nga me etiket. A Cozy Pixis. Po shumë të bukura të treja këto, super. Dhe çmimet i ka shumë të arsyeshme. Tani koha këto ditë ka bërë shumë e ngrohtë, po që sigurisht këtu ndron sa herë dhe gjithmonë duhen rroba të trasha më shumë për neve. Logan që dëgjoj tani më tani që po qesh. Okej, se mi ka marrë një palë xhinkse. Dhe këto xhinkse si cargo. Shumë të bukura. Të hengsha Logan me gjithë xhinkse. Nuk e dija do t'i bëjnë tani, se ka marrë masën 2x3 dhe Logan është qik i imët. Por kështu, super yll. Të gjera nga fundi, komplet do më thënë. Këtu kemi një palë pijame, sot i ma cikoni për me arrush. Materiali si material linoje, shumë i letë në dorë, me teddy bear, pantallona, dhe vinë set së bashku me këtë bluzën, që është nga këto bluzat e hapura, me kopsa. Shumë e bukur. Kështu. Këta të preferuarat e mia. Është hera e dytë që i marr nga këto të tilla. Një palë ka pakës më ndryshe, po këto që kanë më të bukura. Ja ka marrë për besoj tani, duhet i bëjnë. Shikoni pak. Prerja, një dashuri. Edhe shikojni si janë nga brenda. Pritis me të reqim të gjërat. Shikojni që si janë nga brenda. Edhe modeli këtu fantastik, sa i bukur. Këtë që ja keni parë, sepse ja vesha një herë dhe ua tregova për para disa videosh që kishin ato festën për të vajtur me bizhame në çerdhe. Edhe të gjithë po qeshnin me Loganin, se të gjithë fëmijët kishin bizhame, bluzë dhe tuta, ky kishte edhe këtë sipër. Çfarë kemi këtu? Logan, shiko. Wow, bizhame! No. Yes, bizhame. Një palë bizhame të tjera, që është me këtë bluzën dhe me tutat. Dhe nga brenda duken shumë të mira, shumë të... Në fakt jo, nga pjesa jashtme që kanë më të buta. Kemi këto që janë gri e errët, bluza. Të lutem Logan, ule atë se po i flas çupave, please. Tutat. Ule pak në, sa t'i flas mami çupave, pastaj ngrije prap. Dhe një palë të zeza, 3 palë do të thënë. Bizhame ka Logan plot. Këtu kemi një palë tuta, që janë me LA, me Los Angeles. Tuta sportive të thjeshta për t'ja veshur në çerdhe, edhe një palë të tjera në ngjyrë gri identike. Këto nga brenda që nga material goxha i butë, shumë të mira. Bizhame përsëri. Këto në ngjyrë qumshti, që nga me dinosaur, me ngjyra. Siç e shikoni kështu.
së bashku me bluzën dhe një palë pijame të tjera që janë në ngjyrë bojqelli, edhe këto me dinosaur, a ku diun se çfarë janë këto gjërat. Edhe kështu. 2 sete domethënë që vinë së bashku. Ju e dini tashmë në çdo bashkëpunim që bëj për Loganin i marr nga një nga këta xhupat dhe te koleksioni i xhupave nuk e kishte këtë ngjyrën. Me vesh. Dhe nga brenda. Super i ngrohtë. Logan look. Logan? Çfarë është ky? Xhupi për Loganin, yes. Këto ishin të gjitha gjërat, dale të shkojmë një. Po, kaq ishin të gjitha gjërat që kisha marrë për këtë bashkëpunim për nonën dhe këtu on top janë këpucët që janë shumë të bukura dhe shoes, yeah. Dhe të gjithë kodet do t'i keni poshtë te kutia e përshkrimit. Hajde se unë doja që ti veshësh çik tani. Wow, sa bukur! Ktheu te mami? Wow, bukur Logan. Wow, bukur. Wow. Dadi, ke parë kështu çuni ti? Mor? Wow. Say hello, Chupa. Hello, Chupa. Po erdhëm në shtëpi, të ta ngrej çik. Ishim tek një dyqan turk i ri që është hapur. Si fillim vajtëm të Poundland, morëm fiksimin e jetës time. Edhe Logan donte këto. Pastaj vajtëm tek një turk, ishte gjigant. Se ky që kam këtu, kam 2 copë janë më të vegjël, ky është shumë i madh. Morëm gjithë këto. Edhe kishte aq shumë njerëz brenda, duhet të prisë radhën për të parë se çfarë kishte rafti. Filloj me turshi. Unë vdes për turshit e lakrës, mbaroj. Kishte edhe vetëm lakër, po thash i mora të përzira, se janë shumë të shijshme. Morëm bamje, 2 copë. Mora të domate, kështu. Këto janë shumë të mira. Morëm një salam. Nuk kem e sigur në se e kam provuar këtë llojin apo jo. Po besoj që do jetë i mirë. Me pul edhe me gjel deti. Ta provojmë. Desha si pash që kishte suxhu Kosove, pa ai shumë pikant. Doja si salami popullor që ka në Shqipëri. Ato shufrat, nëse keni parasysh. Po nuk gjeta dhe mora këtë që i përafrohet. Mora ca tranguj, edhe një djath kashkavall. Këtë nuk e kam provuar. Edhe nuk di nëse unë jam e fiksuar për djathin kashkavall, po nuk e mbaj mend. Nëse më i miri është kur është i butë apo kur është i fortë. Ky është midis. Do ta provojmë. Kishte shumë lloje, nuk dija këtë zgjidhje dhe thash hajde po marr këtë. Shiko çka ka bërë. Are dadi ha. Këta ëmbëlsirën, çaj kishte emrin kjo? Trileçe, ne ka ngjeshur e ka bërë. Pse e ke futur në qese? Tani më ra mendja që bleva 2 ëmbëlsira. Mora një trileçe për mua, Albani mori këtë, nuk e di se çfarë është kjo, po një kek kështu. Duken të shijshme. Morëm këto, se janë me kripe dhe këto janë shumë të mira. Më në fund gjeta baked rolls, këto me krip që më pëlqejnë mua. Edhe pse më duken që më të vogla, apo nuk e di. Ças kishte ai dyqani, këtë gjë.
Albani gjeti një halv me çokoladë. Halv me çokoladë, unë se dija që ekzistonte, po do të provojmë. Interesante duket. Mori edhe një byrek me gjiz. Besoj që bëhet shumë i shishëm ky. Tjetër, edhe këtojnë dëshiria ime këto morëm. Dhe të gjitha këto kushtohen 36,19. Duke qenë se është pazar të Turku, çmimet pak a shumë kaq janë. Edhe kështu. Tani unë do ha sigurisht bukë me domate dhe me djathë kashkavall, edhe do provoj edhe këto. Edhe flasim më vonë. Flasim me zëtë ullet, se loganin e kasin qumi. Më ka dalë një puçur këtu, sot do mëngjes. Kush është ai? My nonna. My nonna, your nonna, yes. Okej, aty rri, se erdha. Do të një surprizë, okej, be nice. And a piece, Bill. A piece, a piece, a piece. A piece. A piece. Unë kam një surprizë për ty. Aty? No, sit down. Okej. Këtu. Kjo është surpriza numër 1. Wow. Wow. Nuk më the thank you. Wow. I the mamit thank you? What's that? What's that? Marie. Oh, it's green? It's Sheila? Qa është ajo? Wow, Marie. Green makina, Jeshile. Dadi, hajde hapja që këqunit. I hapi derën direkt. Wow! What's this? Wow. It's a magnet. Qërë është? Wow. Wow, se bukur! Wow. Po the pak babin, thank you, the babit. Kiss daddy. Kiss daddy, kiss. The magnet. Da po thesh pak babin. Not two. Kiss. And not two. Jo, po the njërë babin. I the thank you dadit? A two. Okej, hurdra. Two. Thoj pak thank you të lutem. Thank you, mami Gina. Mami Zina. Thank you, daddy. Daddy. Bravo, good boy. Hape fort. Ja të ndimon mami. Të ndimon mami këtu. Të ndimon mami të hapin këtu. Hape këtu në mes. Wow. Wow. Jo, nuk është ice cream. Po një gjë tjetër që të pëlqen aq shumë sa ice cream është. Bravo, good boy. Was amazing. Oh, that was amazing. Shumë bukur, po. Shumë bukur. Hape, bravo. Egg, yes. Wow. Wow. Qa është ajo? Is it egg? Egg. Të lomt, aty fshejes të ha dadi. Do morë? Do numrin 3 tani? Oh. Wow. 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 Wait. Whoa. Whoa. Wow, man. No. Yeah. Wow. Ves për nonon. No. No. Uh-oh. Të ndimoj mami? Je hape së prapti. Wow. Wow, man. Wow. Tu, shikoj mamin?
diçka këtu që se ke parë. Mor, ka morë këtu brenda. Is more? Oh no! Oh yes! Hape këta. Happy? Wow! Nuk I kishe parë këto ti? Dan, mama. Je shumë I lumtur, yes or no? Yes. I love you. Të qik mami të dua. Të dua, nono. Oh my god. Mommy. Yummy, yes. Ne vajtëm edhe qik tek Tiki Max. Wow. Blem ca gjëra të vockla për një bebushe, përveç këtyre gjërave që pat për Loganin. Blem këtë sporten, që është me lepurush pashkësh, shumë e bukur kjo, kështë e mbetur e fundit edhe më doli me porosi. Gjithashtu morëm edhe këtë, që do ta vendosim brenda atje. Është një vezë që ka disa vezë të vogla brenda, diçka, një surprizë brenda, shumë e bist. Edhe me pink, se ajo bebushja që do t'ja qojmë e preferon shumë pinkun. Dhe I mora diçka tjetër që më pëlqeu jashtë mase shumë, po shpresoj shumë që do t'i bëjmë, besoj se po. Është ky seti me këtë bluzën që I ka këto të bërë me grep. Shikoni sa yll. Shumë e bukur. Vjen së bashku me pantallonat. Do të çmendemi nga zhurmat e makinave në shtëpi. Me këto pantallona ngjyrozë dhe këto shumë bukura me këtë fjongën. Dhe gjithashtu është set me këto dy kapsat për të kapur flokët. Shumë e bukur, më pëlqeu shumë edhe shpresoj shumë që do t'i bëj. Edhe ja morëm edhe këtë. Do t'ja paketoj bukur, do t'ja fus tek ajo shporta. Edhe kështu. Tani do ndrojmë se po polca s'pam. And then, of course, we breathe. Daddy, what you gonna do?